Tashmë shërbimi i zjarfikës së Pogradecit i është shtuar një tjetër mjet i cili do të jetë në funksion të emergjencave të cilat mund të shënohen si pasojë e rënies së zjarreve në Bashkinë e Madhe të Pogradecit. Zjarfikësia është një dhuratë e Bashkisë Wismar në Gjermani, e cila në kuadër të binjakëzimit me Bashkinë Pogradec dhuroi edhe këtë mjet zjarfikës për Pogradecin. Pjesë e ceremonisë së dhurimit ishte edhe nënkryetari i Bashkisë së Wismarit, i cili premtoi mbështetje të mëtejshme për trajnimin e zjarfikësve të Pogradecit apo edhe mbështetje në fushën e turizmit dhe infrastrukturës. Also erstmal arbeiten wir ja schon länger zusammen. Wir sind Ky bashkëpunim ka më shumë se 4 vite që ka filluar me Bashkinë e Pogradecit. Hapat e para kanë qenë bisedimet dhe hapat e dyta kanë qenë vizitat e ndërsjellta. Pra ne si delegacion kemi ardhur këtu nga Bashkia Wismar në vitin 2014. Kryetari i bashkisë ka ardhur në shkurt të vitit 2016 tek ne dhe në bisedime është kërkuar gjithmonë bashkëpunimi i ndërsjellë midis dy bashkive. Bashkia jonë me kënaqësi të madhe ka shprehur dëshirën për të mbështetur. Ardha e kësaj zjarfikëse është hapi i parë konkret i ndihmës që vjen nga ne, sepse kemi parë si nevojë të madhe për qytetin tuaj, ashtu siç ka qenë edhe tek ne në hapat e para në Wismar, pikërisht sepse njerëzit kanë investuar në shtëpitë e tyre të reja dhe kanë investuar në bizneset. Ata kanë nevojë për një shërbim zjarfikës që të parandalojë pikërisht këto emergjenca. Përveç kësaj dua të shpreh sepse ky bashkëpunim do të vazhdojë me trajnimin e zjarfikësve të Bashkisë Pogradec. Pra disa zjarfikës do të vinë në bashkinë tonë për të trajnuar, e disa trajnues do të vinë në Bashkinë Pogradec dhe do të vazhdojë ky trajnim. Për 3 muaj, një nga antarët e Bashkisë Pogradec ka qenë duke trajnuar në Bashkinë e Wismarit. Edhe ky bashkëpunim do të vazhdojë më tej në hapa të tjerë konkret dhe besojmë që do të ketë zhvillime të tjera dhe në fusha të tjera, jo vetëm në shërbimin zjarfikës. Po është e vërtet edhe ne në bashkinë tonë kemi zhvilluar për vite me radhë shërbimin e turizmit, edhe cila në vitet që ka kaluar ka marrë një eksperiencë dhe një zhvillim të mëtejshëm. Ka qenë tema e dytë që ne kemi diskutuar me kryetarin e bashkisë, është e nevojshme që të ndihmohet edhe të hyjë në marketing. Ne do të japim me kënaqësi mbështetjen edhe të gjithë eksperiencën që ne kemi mbledhur si bashki për të zhvilluar turizmin, sepse është një nga prioritetet e bashkisë tuaj dhe ky zhvillim do të vinë natyrshëm, pra me të gjithë eksperiencën, me shkëmbimet që ne kemi dhe çdo gjë që do kërkohet, pra do të jepet si ndihmë për Bashkinë e Pogradecit. Edhe kreu i Bashkisë Pogradec Eduard Kapri shprehu mirënjohjen për këtë dhuratë të Bashkisë Wismar, një dhuratë e cila do të përmirësojë edhe më tej punën e shërbimit zjarfikës. Vjetërsia e mjeteve në të cilat ne kemi ka bërë të mundur që jo dhe në të tëra rastet ajo të jetë efektive siç duhet të jetë. Prandaj dhe ky mjet i cili është dhuruar nga Bashkia e Wismarit, të cilën ne falenderojmë njëkohësisht dhe shoqatën Diakonia për bërjen të mundur të sjelljes të këtij mjeti në Bashkinë e Pogradecit, e falenderojmë për arsye se ishte një domosdoshmëri për të rinovuar parku i mjeteve pikërisht të shërbimit zjarfikës. Gjithashtu zjarfikësit bën edhe një improvizim për fikjen e zjarrit, ndërkohë që zjarfikësia ka 2 funksione, edhe për shuarjen e zjarreve me ujë, por edhe me shkum.